E lëm këtë sepse do të shkojmë tani menjëherë tek sugjerimet që kemi për ju sot në Kinotek. Fillojmë. I përmendim shpejt. I përmendim filmi i parë është Pinocchio. Magic. Filmi i tretë Dead Silence. Zemra e nënës. Dhe i fundit The Boy. Flasim shkurtimisht për secilin prej tyre. Do ta nisësh me Pinocchion? Do ta nis. Pinocchio nga Guillermo del Toro i vitit 2002. Në këtë version më të errët dhe më emocional të historisë klasike të Pinokut, kukulla nuk është vetëm e tillë, pra nuk është vetëm një kukull që dëshiron të bëhet një djalë i vërtet, por një krijesë që lufton me identitetin, me dashurinë dhe me humbjen. Historia zhvillohet në Itali gjatë epokës së fashizmit dhe sjell një reflektim të thellë mbi jetën, vdekjen dhe çfarë do të thotë që të jesh njeri. Geppetto, marangozi i vetmuar që ka humbur të birin, krijon Pinocchion nga një trung druri magjik, por në vend të një pralli të ëmbël, ky Pinok është i çuditshëm, është rebel dhe plot me pyetje ekzistenciale. Filmi eksploron marrëdhënien mes babait dhe birit, si dhe presionet e shoqërisë për tu përshtatur. Shkojmë tek filmi i dytë, Magic, i vitit 1978 me regji të Richard Attenborough. Është një thriller psikologjik që tregon historinë e një ventriloquisti i cili krijon një marrëdhënie obsesive me kukullën e tij. Anthony Hopkins luan rolin kryesor duke ofruar një performancë të paharrueshme që ka ndihmuar në ngritjen e tij si një nga aktorët më të njohur të asaj periudhe. Filmi është një studim psikologjik mbi pasigurinë dhe psikozën e ventriloquistëve dhe marrëdhënien e tyre me kukullat. Magic do të mbetet padyshim një prej klasikëve më të mirë të zhanrit psikologjik. Bukur, vazhdojmë me filmin tjetër, Dead Silence, i vitit 2007 me regjisor James Wan. Një përzierje e ventrilokuizmit dhe thrillerit. James Wan, i njohur për drejtimin e filmit horror Saw, sjell një histori të frikshme që lidhet me kukullat dhe ventrilokuistët. Filmi ka një atmosferë të errët dhe është i njohur për efektet e tij speciale, si dhe përdorimin e kukullave si simbol të frikës, viola. Ryan Quantin luan rolin kryesor dhe filmi merr vlerësime për atmosferën e tij dhe intensitetin e frikës. Mos harroni, është horror, por gjithashtu kritikohet për historinë, për subjektin dhe për zhvillimin e karaktereve. Dead Silence është përmendur shpesh për përdorimin pikërisht të ventrilokuizmit si temë kinematografike. Dhe shkojmë tek sugjerimi i radhës. Ky është një film shqiptar. Në listën time qëndron ndër të preferuarit. Bëhet fjalë për filmin Zemra e nënës, një prodhim i vitit 1993 me regji të Besnik Bishës, të cilin e përshëndesim. Bëhet fjalë për një grua të moshuar, luajtur nga Tinka Kurti, aktoreja e jashtëzakonshme shqiptare, dhe kjo grua e moshuar jeton vetëm pasi fëmijët e saj ka ndërtuar jetët e tyre, e vizitojnë rrallë, mbase asnjëherë të paktën nga ajo çfarë tregohet edhe në film. Lidhjet me miqt kanë përfunduar dhe të vetmin shok që ajo ka është pikërisht nipi i saj, Erioni. Në këtë vetmi ka ndërtuar një realitet paralel, pra ata njerëzit që i mungojnë në jetën e përditshme, fëmijët, njerëzit më të afërt, i ka sjellë në jetë përmes kukullave të punuara me dorë. Ajo i përfytyron këta njerëz dhe përpiqet që t'i gjallëroj pikërisht duke përdorur kukullat. Por, ndryshe nga sa mendon pjesa më e madhe e njerëzve, ajo nuk ka probleme mendore, nuk është një njeri i çmendur siç do të përcaktohej nga shoqëria. Çdo mbrëmje i mbledh rreth divanit këto kukulla, flet me to, i ushqen, pra i vendos ushqimin përpara. I vetmi çast kur gjitha njerëz që supozoj duhet i kishin qëndruar afër në jetën e saj, është momenti kur marrin vesh ajo mund të ketë një pasuri. Vetëm aty të gjithë kujtohen. Një shumë klasike kjo. Shumë i bukur dhe i thellë, duhet thënë. Mua më vjen keq që nuk e di nëse ka ndonjë version më të mirë sa i përket cilësisë, sepse në versionin e fundit që unë kam parë ka qenë në YouTube. Po uroj që realisht të ketë një përmirësim të cilësisë, sepse është ndoshta një nga veprat kinematografike shqiptare që nuk duhet absolutisht ta humbasim. E vërtet, jam dakord me ty, Viola. Vazhdojmë tek sugjerimi i fundit i filmave, The Boy, i vitit 2016 nga William Brent Bell. Greta,
një dado amerikane udhëton në një fshat të largët të Anglisë për të punuar për një çift të moshuar aristokratësh. Ajo befasohet kur zbulon se djali për të cilin do të kujdeset nuk është fëmia i çiftit, por një kukull i quajtur Brahms. Prindrit e moshuar sillen sikur kukulla të jetë vërtet djali i tyre dhe japin Gretës një listë rregullash që duhet ndjekur për të kujdesur. Fillimisht Greta e merr me shaka situatën, por shpejt ndodhin ngjarje të çuditshme. Sendet zhvendosen, dëgjohen zëra dhe kukulla duket sikur lëviz. Ndërsa frika dhe misteri rriten, Greta fillon të dyshojë se Brahms nuk është thjesht një kukull, por diçka shumë më e rrezikshme. Gjithmonë këto historitë me kukulla nuk e di pse të mbajnë pezull, të bëjnë të mendosh që kukullat janë një element i frikshëm dhe e di çfarë regon. E thash në fillim që unë kam shumë frikë, kukullat, arushët, gjithçka të tillë, çdo lodër të mundshme i kam frikë. Sepse motra ime dikur më ndiqte me një arush në dorë dhe me një thikë. Ç'fëmijërie të mëshme. Motra jote po pronovë skenarin e një filmi horrori nga këta. Po, kemi pasur një imagjinat si fëmijë të shfrenuar, po mirë që e kemi pasur se tani në epokën e ChatGPT-s. Ska më imagjinat, ska. Shkojmë tek sugjerimet e librave. Arti i oratorisë nga Dale Carnegie dhe fjalimet e TED nga Chris Anderson. Dhe flasi fillimisht për artin e oratorisë, një libër klasik nga autori i famshëm i librave të tillë Dale Carnegie, si të fitosh miq dhe të ndikosh tek njerëzit është një tjetër libër i tij mjaft i famshëm, por nëse flasim për artin e oratorisë, ky është një manual praktik mbi mënyrën se si të ndërtosh besim në komunikim, si të strukturosh një fjalim dhe si të ndikosh emocionalisht tek audienca. Është i qartë, i drejt për drejt dhe shumë i aplikueshëm për secilin që punon me zërin, me publikun ose me ndikimin përmes fjalës. Okej, do të ngelemi tek oratoria. Libri tjetër, Fjalimet e TED, Chris Anderson, është një libër i shkruar nga kuratori i TED Talks dhe është nga udhëzuesit më të mirë dhe bashkohor gjithashtu mbi fuqinë e të folurit në publik. Anderson eksploron si ndërtohet një fjalim i fortë, si e lidh një folës zemrën dhe mendjen e audiencës, si përdoret narrativa, pauza, toni dhe gjuha e trupit për të krijuar ndikim. Ndryshe nga librat klasik të Carnegie, për të cilin sapo foli Viola, ky është më i freskët, më i ilustruar me shembuj konkret nga skena e TED.